Viti i ri shkollor nuk ka nisur njësoj për të gjithë nxënësit, pasi në fshatin Sukth të Krujës, 25 fëmijë janë të detyruar të ndjekin mësimin te kjo shtëpi e improvisuar si shkollë, ndërsa infrastruktura e kësaj banese thellon më tej problematikën. Megjithse nuk e kanë luksin e bashkëmoshatarëve të tyre, ato e kanë filluar kështu vitin e ri shkollor. Kjo situatë vazhdon prej 10 vitesh, ndërsa prej disa ditësh 2 mësues të fshatit në mënyrë vullnetare kanë bërë disa merremetime për të ndryshuar paksa panoramën e kësaj banese. Banorët e këtij fshati shprehen të shqetësuar për kushtet në të cilën arsimohen fëmijët. Pa shkollë, shpejnë, veçera këtu. Për sa vitesh? Për 10 vitesh. Si janë gjendja e shkollës? Shumë keq. Në 12 vjetë është me shkollë, ke shtëpi private nuk është shkollë. Ke këtu Kalamajt janë gjendin më rushme shumë. Keni bën një ankesë një? Shumë ankesë kanë bën, po se të bën nesër sa të shokush më. Sa të pyet kush. Situata në ambientet e kësaj shkolle të improvisuar bëhet më dramatike gjatë stinës së dimrit, si pasojë e mungesës së ngrohjes, ndërkohë që fëmijët e fshatit që ndjekin klasën e 6 duhet të shkojnë në një fshat tjetër pasi mungojnë ambientet dhe stafi i mësuesve. Me sa duket, dëshira që kanë këta fëmijë për të shkolluar sfidon problemet, ndërsa indiferenca e institucioneve përkatëse vazhdon t'u vështirësojë jetën atyre.